A i pajtoj Ali Ahmeti Ramiz Ladrovcin me PDK-n. Dramë e madhe politike u zhvillua në mes Ramiz Ladrovcit dhe PDK-s, më saktësisht me Sami Lushtakun dhe Memli Krasniqin. Moskandidimi i Ladrovcit për Drenasin nga PDK-ja i u kthye kësaj partije në dëm të saj. Edhe Ladrovci në këtë situatë doli fitimtare, pasi, siç dihet tani më, e ka fituar Drenasin. Por lind pyetja, a u shuan këto tensione mes PDK-s dhe Ladrovcit? Një foto e publikuar mes kryetarit të ri të PDK-s, Bedri Hamzës dhe Ali Ahmetit, gjithashtu dhe Ramiz Ladrovcit, duke i shtrënguar duart, ka shtuar interesimin se a janë qetësuar raportet mes të dy palëve. Ose, a ishte Ali Ahmeti ai që ndërmjetësoi këtë ulje të tensioneve? Hamza mbi foto ka shkruar: Ramiz Ladrovci ka qenë, është dhe mbetet PDK. Me qeverisjen e shkëlqyer, do të jetë një dëshmi e unitetit tonë për fitoren e 28 dhjetorit. Të bashkuar gjithmonë e të fituar, ka shkruar tutje Hamza. Çfarë do të ndodhë në vazhdim? A do të ketë një rikthem të Ramiz Ladrovcit në PDK? Mbetet të shihet.